Shqipëria vijon të forcoj pozitat e saj në hartën globale të turizmit, duke u konfirmuar si një destinacion gjithnjë më i kërkuar nga vizitorët e huaj. Sipas të dhënave të bëra publike nga Ministri i Turizmit Blendi Gonxha, gjatë muajit mars, vendi ynë ka mirëpritur mbi 609.000 turistë huaj. Krahasuar me të njëjtën periudhë të një viti më parë, ky numër përfaqëson një rritje prej rreth 59.600 vizitorësh, ose afro 11% më shumë. Këto shifra konfirmojnë trendin pozitiv të zhvillimit të sektorit turistik në Shqipëri. Në një kohë sfidash për industrinë e udhëtimeve në mbar botën, Shqipëria po spikat si një alternativë e sigurt dhe tërheqëse për turizmin gjatë gjithë vitit. Pasuritë natyrore, trashëgimia kulturore, mikpritja, si dhe oferta e pasur kulinare dhe jeta artistike, po tërheqin gjithnjë më shumë vëmendjen e turistëve të huaj. Shifrat e muajit mars konsiderohen një sinjal i qartë që sezoni i verës pritet të jetë edhe më i suksesshëm, duke e kthyer turizmin në një nga shtyllat kryesore të zhvillimit ekonomik të vendit.